Vepra e Ismail Kadares dhe dimensionet e saj në të ardhmen ishte tema një leksioni të hapur i mbajtur në Universitetin e Shkodrës nga studiuesi francez, profesor Jean-Paul Jean-Pierre, autori i librit Ismail Kadare, një disidencë letrare. Në referimin e tij, profesori theksoi se krijimtaria e Ismail Kadares, që përfshin mbi 50 libra, ka Shqipërinë si boshtë identitar dhe historik. Kadare mishëron Shqipërinë në letërsinë botërore, ashtu si Cervantes Spanjën, Shakespeare Anglinë e Hugo Francën. Duke u ndalur te debatet rreth qëndrimit të shkrimtarit gjatë regjimit komunist, studiuesi francez theksoi se nevojitet një perspektivë më e gjerë për të kuptuar mënyrën se si Kadare u kundërvua sistemit përmes letërsisë. Sipas tij, shkrimtari u përpoq të mos i nënshtrohej normave të realizmit socialist, duke ndërtuar një formë të veçantë të disidencë letrare që hamendsohet se e privoi shkrimtarin nga çmimi Nobel. Në letërsi ka patur shembuj të tillë, si për shembull shkrimtari rus Pasternak, që u tolerua nga Stalini. Boshti e veprës së Kadares është padyshim dimri i vetmisë së madhe. Një vepër komplekse që Ismail Kadare pohon se e ka shkruar me shpresën për të ndryshuar qëndrimin e Enver Hoxhës. Përballë dështimit të kësaj përpjekje të guximshme, ai mund të shihet si disident. Dhe më e habitshmja është se Enver Hoxha e toleroi këtë disidencë letrare. Mund të hamendohet se ky status i pazakont dhe i pakuptueshëm i kushtoi shkrimtarit çmimin Nobel. Leksioni i hapur në Universitetin e Shkodrës nga profesor Jean-Paul Jean-Pierre, ish pedagog i gjuhës frënge në Universitetin e Tiranës gjatë viteve 1980, u zhvillua në kuadër të aktiviteteve të pranverës së frankofonisë në Shqipëri.